Banorët e fshatit Kullaj në njësinë administrative Postriv kanë protestuar në lidhje me rrugën e cila po rehabilitohet në këtë fshat. Banorët janë kundër projektit i cili po zbatohet, ndërsa kërkojnë që rruga të zgjerohet në 4 metër nga 3.50 që parashikon investimi dhe të realizohet me të gjitha standardet. Qëllimi kryesor i kësaj proteste është që kjo rrugë të bëhet me standarde. Ka filluar të bëhet riparimi, nuk është me standardeve. Kjo rrugë ka 20 sa vite që është ndërtuar, edhe nuk ka vu dorën këtë rrugë. Filluan tash e bën me ato standarde për 20 sa vite që thash, pra nuk i përshtaten ritmit zhvillimit që ka kjo fshat. Na kanë dhënë këtë protest për zjanimin e kësaj rruge. Sidomos fshatit Kullaj, se deri në Dragoç, një farë zjanimit është bo. Mbas i kanë fillu me riparu këtë rrugë, kërkojmë edhe si mas projektit, si anis, prej të ura mesit, zjanimi, ju peshin e vetë, mund të filmoni, anësohet kanë bo 3.80 m, edhe nuk s'këndin bërë kanalit, të ju po atë vetë, si në 2 makina nuk nërohen. Rruga që jemi në tashi këto, është 3.50 m. Nuk mjafton për 2 automjete të kalojnë rahat. Këtu kalojnë edhe kamësorët, kalojnë edhe fëmijët e shkollave. Banorët u shprehen se nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre do përshkallëzojnë protesten deri në bllokimin e rrugës. Ky investim po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në kuadër të investimeve që po realizohen në shumë njësi administrative të Bashkisë Shkodër gjatë kësaj periudhe.